disa ditë që ekipi vllaznisë i vajzave ka ardhur te Sevilla në Puk të bëjnë fazën përgatitor para ndeshjeve të Champions League dhe kjo të them të drejtën është një veprim që ka bërë presidenca që ekipi të gërmuar në Puk, por është edhe fal dashamirësisë të kryetarit të bashkisë Rokut që na ka afru kushte komode të stadiumi, të akomodimi, dhe kështu që jemi shumë të kënaqur të them të drejtën, aq më tepër që Puka një vend që është një presë e zakonshëm që është tamam për fazë përgatitor. Dhe përderi ekipi aty shku shumë mirë dhe them drejtën jam i kënaqur për deri në këtë moment. Sipas informacionet që kam unë, keni sa blerje të reja, sa prurë të reja, si duket gjendja e ekipit, është në kushte optimale? Po, deri tani janë fal afrimeve që ka bërë presidenca, ka bërë disa afrime shumë vajza, kena afru, sepse siç e dini ajo në Champions League është një kompeticion shumë i rëndësishëm, shumë i vështirë, kështu që presidenca ka bërë afrime dhe në gjitha repartet duken vajzat që janë mirë, janë duke vazhduar me ritmin e duhur së vitjen dhe të shohim deri në fund si do shkojnë, si do të përfundojmë fazën përgatitore, të përfundojmë së vitin që të përgatiten sa më mirë të shkojmë në Champions League dhe shkojmë deri aty objektivi që kena na, kualifikimi. Sa ditë do të qëndroni në Puk? Po, të paktën 15 ditë do të qëndrojmë këtu në Puk. Thash edhe herë fal këtij qyteti bujar, fal qytet mikpritës, por me gjitha klimën e zakonshme që është ambër faza përgatitore. Faleminderit për sot. Faleminderit për ju.